Për sa i përket amnistisë penale, dua që ta them që nuk jemi duke folur më për një ligj të miratuar, jemi duke folur për një ligj të zbatuar. Dhe u miratua në 18 qershor, hyri në fuqi në 15 korrik dhe sot që flasim është zbatuar tërësisht në bashkëpunim të ngushtë me prokurorinë e përgjithshme dhe me të gjitha prokurorit e rretheve gjyqësore në Republikën e Shqipërisë dhe sot ne na figurojnë 553 persona të cilët janë liruar nga institucionet e ekzekutimit vendimeve penale, 863 persona kanë përfituar ulje dënimi dhe 2300 persona pak më shumë tashmë kanë përfituar nga shërbimi i provës. E di që ka krijuar atë debatin publik që krijon çdo amnisti, ashtu siç ndodhi teret e amnistisë, nuk i cakton as ministri i drejtësisë dhe as opinioni publik. Kriteret e amnistisë i vendos Kuvendi i Republikës, i cili i ka miratuar ato dhe ne kemi zbatuar duke bërë përjashtime, krimi i organizuar, korrupsioni, vrasjet në rrethana cilësuese, terrorizmi dhe ndërkohë ka dalluar, e tham dhe kur e paraqitëm amnistin, se cilët janë ata persona për të cilët dënimi e ka kryer qëllimin e vet dhe pjesa e mbetur ata mundet që të rehabilitohen duke u kthyer në shoqëri. Dua të them që po synojmë të drejtpeshojmë sigurim në sistemin penitenciar dhe rehabilitimin gjithashtu. Pra këto do t'i drejtpeshojmë, do të ecim dora dorës me të dyja, prandaj kemi pasur me qindra inspektime në të gjitha institucionet e ekzekutimit vendime penale, me 10 telefona janë sekuestruar, lëndë narkotike, objekte të ndaluara në ambientet e institucionet e ekzekutimit vendimeve penale, pra IEVP apo burgje, siç i quan qytetari Shënkollin, që sot është institucion i ekzekutimit vendimeve penale, pra sot është burg, por ne po punojmë, kemi një plan që po e zbatojmë dhe do të jetë institucion i shëndetit mendor. Atje do të trajtohen të dënuarit ashtu siç trajtohet një dënuar që vuan nga shëndeti mendor në çdo vend të Bashkimit Evropian. Do të marrë disa vjet, por ne do t'ju informojmë dhe do t'ju raportojmë. Ky është një projekt që